sepse potenciali thash përpas asaj që Izraeli, edhe pse nuk është nuk deklaron, që konsiderohet se bota ka 9 vende atomare, 8 janë që janë të deklaruar, Izraeli, por në shef nuk deklarohet, por botërisht dihet që Izraeli posedon 180 dikun deri në 220 koka bërthamore, të cilat sidomos me raketa Jericho. Dhe kjo mund të jetë pastaj ajo, mund të them, ajo kataklizma Amagdagoni, i cili një miti tyre i Biblës së vjetër, por do jetë jashtëzakonisht rrezikshëm, apo opsioni Samson. Dhe kjo tregon që me Turqinë do kenë të lashë. Turqia është një vend që ka kapacitete jashtëzakonisht të forta të mbrojtjes, me të cilat Izraeli mund të rrezikohet. Nuk po du ta përmend atë fjalinë atij deputetit të partisë të pushtet që thotë që do mund të shkojnë 400.000 turq, por Izraeli nuk do ekzistojë më. Dhe kjo, sidomos tajfuni, i cili rrezë veprimit raket hipersonike, dhe Turqia insiston të shkojnë në prodhimin e raketave që mos jenë më pak se 1.000 kg eksploziv. Dhe paramendo dhe fuqinë, mund të them, të aviacionit turk, sepse Irani vetëm kapacitetet e armë ballistike ka pas të nivelit për të përgjigjur dhe për të ekzistuar sovranitetin dhe ekzistencën e vet. Turqia në aviacion është bukur e fortë. Dhe kjo atë pasaj, por do implikoj edhe vetë Amerikën, e cila në një farë mënyrë është ai bazamenti i shtetit të Izraelit, apo edhe kundërta, ka ndikimin më të madh. Në Amerikë këto shtete nuk do vish pa zërin e tyre, pa lobit të tyre, qoftë republikanë apo demokrat. Por mendoj që për momentin do kemi ngjarje që do harrojmë, edhe pse jem në qerekun e parë të vitit 2026, që do jetë viti edhe më i rrezikshëm se 2026. Dhe kjo tregon që lindja mesme do jetë ende Baruti. Nëse e marrim në mënyrë hipotetike një përplasje konkrete direkte mes Izraelit dhe Turqisë, qoftë në aspektin toksor, përplasje toksore pra në ushtri, apo qoftë edhe nga ajri, në këtë rast cila mund të fitoj ose mund dominoj njëra apo tjetrën, dhe nga ana tjetër cili mendoni se do ishte reagimi i NATO-s në qoftë se do të gjende përballë këtij skenari? Desavantazhi i turqëve do jetë sigurisht implikimi amerikan. Dhe ndoshta është njëra ndër variantet e tilla që Trumpi nuk është rastisht që ndoshta thotë, edhe pse është kontradiktor dhe ndonjëherë ka mendime që janë të çakurduara, mos them anormale. Do jetë krahë të Izraelit. Ky do jetë disavantazhi kryesor për Turqit. Pastaj Greqia dhe pjesa veriore, kuptohet, perëndimore, do jetë aktor që do jetë në krah të Izraelit. Pastaj kurdët, një problematik që influencohet nga Mossad i Izraelit, do jetë problem. Rusët do jetë që kanë një korrespondencë të mirë. Njerëzit nuk e kuptojnë që rusët kanë raporte shumë të mira me Izraelin. I kanë për 1 milion banor, të cilët pas viteve 90 kanë migruar, bile ata kanë edhe televizionin në gjuhën ruse atje në Izrael. Dhe raportet, dhe pastaj ndikimi i tyre në Rusi është shumë i madh. Ashkenazëve. Azerba është jashtëzakonisht i madh, edhe në aspektin e monopoleve të pasurisë, por edhe në struktura shtetërore. Dhe do thotë, me një fjalë, Turqia do jetë si thamë e vetmuar, por mund të jetë shumë e mundshme që një aleancë pakistaneze-turke me koka bërthamore, që mund të përgjigjet nga Pakistani, që do thotë rrezet e veprimit e tyre nga Pakistani janë që mrrin edhe Izraelin afër 3000 kilometrash. Atëherë do jem, po që se Izraeli vendos ta shkrep Gjerion, atëherë pakistanezët mund të kundërpërgjigjen. Dhe kjo do jetë fundi i botës, pastaj edhe gjithë civilizimi, sepse do të kemi pastaj aspekt zgjeror edhe të vendeve tjera atomare. Por përparësia e Turqisë ekziston në disiplinën e fortë. Do thotë, turqët kanë infanteri dhe ushtri që është jashtëzakonisht e disiplinuar. Ose thonë në gjuhën e popullit, shkojnë të vdesin, por nuk rriten.
Dhe kjo është ai problemi i moralit dhe disiplinës ushtarake që kanë forcat turke. Që këtë nuk e kem në palën tjetër. Do thotë nuk është lojë PlayStation, nuk është lojë që luhet lojna ata që mendojnë që në fund javës të shkojnë nga pak në për diskoteka dhe ky nuk është ajo qëndrueshmëria që i përket këtë rast të palës turke. Do thotë rëbesh i vullnetarëve turq për pos atyre që kanë në kapacitetet ushtarake, që do thotë me rezervën diku 600.000 ushtarë, me forcat e gjandarmerisë, të policisë dhe të roja kufjetare, dhe në rast nevoje 2 milion ushtarë për 24 orë. Dhe kjo do jetë atër, sepse të gjitha kapacitetet i ka, unë dyshoj që Turqia mund të ketë diçka dhe në lëvizje të armeve nukleare. Ky është një shënim që kam lexuar në Gjermani, i cili është një botim të një portali gjerman, që ai këmbgul që centrifugat pakistaneze të shpikësit fizikëndit atë fizikës atomike ka shpërndar, ka dërkuar edhe në Iran edhe në Turqi. Mirë, po kjo mund të jetë një sekret i cili nuk e përkramon Turqia. Por sidoqoftë Turqia në armët konvencionale, jashtë bërthamore, kapacitetet e saj janë jashtëzakonisht, që sot mund të them krahasohet me dronët dhe me aviacionin, tash që kemi në futjen e përdorim të gjeneratës 5 plus të kanit turk, avionit, i cili mund të jetë tandem apo prototip i njëjtë me F-35 apo Boeing 737. Dhe kjo mendoj që Turqinë ka bërë forcë serioze me të cilën çdo kush nuk mund të jam sy. Pa marrë parasysh ato gjana që ne i mendojmë ndonjëherë në mënyrë ndoshta edhe të gabueshme. Turqia ka traditë perandorike, rrjedh dhe burimin e ka nga një perandori e cila ka sënduar në 3 kontinente. Dhe kjo mendoj që po fus Evropën që ka shkuar deri te Vijena, jo komplet. Kuptohet. Por mendoj për momentin mund të jenë ashta luftë propagandistike si nga bala izraelite, po është edhe asaj turke, sepse Erdogani njihet që ndonjëherë jep deklarata jashtëzakonisht, siç ka qenë rasti me Gazën, por veprimet kanë qenë jo të duhura. Por sidoqoftë, për të dhënë fund pyetjes së juaj, mendoj që do gjinet një zgjidhje nga se fitues nga ajo luftë nuk ka. Aq më tepër një shtet i cili në një farë mënyrë në arenën ndërkombëtare nuk ka shihet mirë. Nëse bie Irani, pra nëse shëmbet regjimi i Iranit dhe fiton në këtë rast Izraeli në konfliktin aktual në cilën ndodhemi, a mendoni se Turqia do të jetë Irani i ri, pra do ta ketë ajo radhën pas Iranit? Po tash momentalisht i kemi, jo nuk e besoj. Ndryshimi i regjimit ka marrë fund në Iran. Bile mund të them pas revolucionit 79-s 2026 në 15 prill të 2026-s ka rritur atë pikun e vet për kraja për regjimin. Është çështje e përfunduar, sepse kemi një situatë kur kanë krijuar një simpati, mund të them edhe nga vendet përreth, jo nga regjimet, nga elitat e tyre shtetërore. Për shembull 440 milion arab nuk janë ata që zgjedhin çështjen palestineze, po. Bili nuk e pas as protesta. Që nga Maroku deri në vendet e gjirit atje, pra që ka ndodhur në Gaza. Dhe mendoj që në këtë drejtim Irani prap do jetë një forcë, ndoshta me dakordimin e amerikanëve. Besoj që për atakse në Hormuz mund të jetë një marrëveshje e përbashkët që ta ndajnë, mund të them, të gjitha dividendin e asaj takse mes iranianëve dhe amerikanëve. Mund të jetë edhe njëra ndër idetë e cila mund të arrihet në fund të bisedimeve. Por fuqi në këtë region, më rëndësi etike për shkak të energjisë dhe shumë elementeve të tjera, qoftë edhe atyre teologjike, pastaj të historisë e njerëzimit, do jem edhe për momentin në këto kushte 3 fuqi, Turqia, Irani dhe Izraeli. Mendoj që Turqia mund t'i kaloj ndonjëherë edhe caqet, plus fuqi regionale, e cila mendoj që në vendet Azisë Qendrore kanë një ndikim bukur të madh, që nga dalja atje
armenista Azerbejgjani dhe deri në pjesë të vendeve të detit Kaspik, deri dikun mendoj që edhe në pjesë e Kaukazit, ndikimi turk është jashtëzakonisht i ndirë, që ndihet dhe është i efektshëm. Por për momentin mendoj që linjën e mesme Izraeli ka bë kalkulimin gabimisht, nga se nesër mund ta kemi edhe një fuqi siç është Egjipti, e cila mund të ketë pastaj ndryshime të regjimit, atje nuk mund të përjashtohet. Është ishte me 110 milion banor, me një ushtri jashtëzakonisht të fuqishme që ka teknologji, për shembull marrëveshjen e fundit për F-16 ka marrë jotin kinez dhe nga kontrata u largua nga F-16 amerikan. Dhe kjo mendoj që jep shenja, sepse ndikimi i Kinës është në Afrikë jashtëzakonisht i madh. Dhe kjo mendoj që mund të në decenët e ardhshme të prish balancat. Por për momentin kem tri fuqi regionale, e cila mendoj që Irani ka psuar dëme të mëdha në infrastrukturën sa i përket aviacionit, mbrojtjes kundërajrore dhe hajde dhe marinës ta quajmë, meqense marina iraniane nuk dihet çka ka në brigjet e mshefta rreth porteve të tyre dhe në ujë. Dikon përmbi 20 nëndece ka Irani, mini nëndece, të cilat janë efektive dhe në lëvizje operative. Dhe për momentin mendoj që të jemi shkurtur, do ballafaqohemi me tri fuqi të cilat në një farë mënyrë do janë gjithë të gatshme për të krijuar probleme dhe për të ndeshur mes tyre.